Bexhet Bistri nga fshati mashkullor i Gjirokastrës ka mbi 60 vite përvojë në ndërtim. Ai tregon se këtë profesion e zgjodhi i detyruar nga nevoja për të mbajtur ekonominë e familjes në atë kohë dhe më pas për të u kthyer në një pasion që po e vazhdon me të njëjtën dëshirë. Masi më diq mua babaj, unë beta. I thom nënës do vete në shkollë, ku do vesha? 3 motra, 2 vëllezër 5, nëna 6, me më babuk, Shqip. Bëra 3 vjetështri, erdha në ushtar, erdha direkt në zanat. U futa marangos të ure kardikit. Bëja talere, dubeqi, tavane, dishemera, çka lonte nga, që të thom tani. Me gjitha të, unë prap nuk e lashë stallukun, fillova në furrat e bukës, fillova në furrat e pëjcave, fillova në qezmat dekorative me gdhëndje. Unë me këtë kam jetuar për mashallah, shikër zoti. Unë tani profesioni që kisha u, fushbar, gjullatë, pizzarë, kolonjë, ku nuk kam vatur, ku nuk kam arritur. Unë guximin e kam të madh, se nuk rrit dot se kam në gjak punën, nuk rrit dot. Në këtë periudhë, çatit prej guri janë ndër kërkesat më të larta, duke reflektuar kthimin e ndërtimit tradicional. Unë për moshën 82 vjeç që jam, kam pasion, hipim i qati, kthej qatit, zë pika, në një mahije të thjerë, e zvëndësojë, neve vësallartë, për çdo 60 ton të hedhim trartë. Për të i dhënë lartësinë e kulmit që i thoshim ne, apo e priftit, apo e baballukut, si mund ta shpjegoj ju ti, i japim, po që me drazguri, i japim 27%. Në 4 metrë me 27%, vete baballuku për shembull 1 metro apo 1 metro 20. E bëjmë atje, kalojmë kulmin, hedhim mahijet, petavrën, se s'kishte kartosera në atë kohë. Masi ndryshoi sistemi, punë e qative, që në zhvillim, punë e drurit, punë e çdo gjësë, dhe erdhi në zhvillim për të punuar njerëzit, për të përparuar, për të ashtu, edhe njëkohësisht edhe për turistat. Pra në këtë kohë njerëzit po i kthehen traditës. Turistat, po bravo, turistat habitën kur vinë tek pau vetëm kala që marrën atë plajën në Kërcull, habisin. Edhe pse 82 vjeç, ai shprehet se është i gatshëm të mësoj zanatin të rinjve, me qëllim që tradita e ndërtimit me gur të mos humbas. Ti mësoj ju si vjet guri, se e vura gurin kështu, ja ta bëm kështu, ja do ta lidhëm kështu, ja ta bëm kështu, ja ta gdhëndëm kështu. Pse s'vini thash, po Pra ju jeni gatshëm që t'ju ofroni zanatin tuaj të rinj. Çfarë duash? Do fura buke, do fura për pica, do qezma dekorative, do port me hark. Me përvojën e tij shumëvjeçare, Bexhet Bistri mbetet një shembull i gjallë i ruajtjes së traditës dhe një thirrje për të rinjt që kjo trashëgimi të mos humbas.